Përshëndetje miq, përshëndetje shoqe e shok. Me përshëndetjen më të bukur, zonë po lom tun gjatë jeta shqiptar, kudo që po merrni frymë në tokën e shtrirë si djepi, thonë it's Broken City. Ma shumë se një orë jemi në trafik të Shkupit. Një paraqitje e shkurt me tregu se hona e re ka fillu, hona e re e dhjetorit muajit vjet, por që na e shesin si muaj i 12 pas muajit nëntorit. Çka du të them sot? Nuk du të flas shumë, mirë po, për të funksionu një qytet, do të me pas rend, rregull, trafik Shkup, trafik në Prishtinë, trafik në Tiranë, trafik në Londër, për në Londër ka një farë rregulli, ekziston një farë rregulli me zona. Mirë po, sot më ka bo përshtypje diçka edhe një ditë përpara. Nuk e di ndërmarrja e kujt është, unë nuk jam shofer, nuk kam patent shoferi. Dje nuk pata mundësi me bo një inqizim se si funksionon qyteti i Shkupit. Unë e di se me shku mi avëndu drynin dë një makinës veturës, to parkingjeve që janë qytetit Shkupit, e kuptoj dënimin, e kuptoj gjitha. Dënim mundet kur të shkelen rregullat e lojës. Po me avëndu hekrin rrotullës makinës, me avëndu hekrin me bloku, faktikisht po ta blokon pronën, se dhe makina është pronë e dikujt. Ai që ka drejt më ta bloku pronën është vendimi gjyqësor. Tani këto sipërmarrje, sikur që është sipërmarrja e parkingjeve për t'i dënu njerëzit, është këtë në rregull, po me avëndu makinës, veturës, hekrin, drynin, pa një vendim gjyqësor, unë mendoj që është vepër penale. Kush i ka pru këto rregulla, unë nuk kam, besoni nuk flas nga interesi im personal. Mirë po ka dhe diçka tjetër, se nëse dikush ka, mos e dash zotin, do një sulm kardioatak dhe makina është jashtë për dal prej restoranit, edhe e shë makinën e blokume, atëhere me konë që ka shtet të së drejtës, ajo sipërmarrje duhet dënohet 4 cipresht në gjiko. Unë nuk e di që qytetarët këtu në Maqedoni e kanë fitu një gjith, qoftë prej EVN-s, qoftë prej ujësjellësit, qoftë prej tyne që çdo ditë na e bojnë jetën ZMZ, edhe korrupsioni është në kulm. Normal që e zgjidh vetëm teknologjia e re, me këto kamera tash i kam vëndu për shpejtësi. Por me gjithat, partije po ta rastin, po nuk po ta mundësi me inqizu. Prandaj ne kemi nevojë për një sistem me qipa me funksionu ma mirë. Mos me pas zvarranik që ta bojnë jetën zë. Edhe partije po ta rastin me po, ja kishin vindu hekrin një makinës, ajo avokate e thirrin telefon, me siguri është avokate e regjimit. Avokate e regjimit edhe minëherë erdhen dhe ja hekën drynin hekrit, të ajo shkoj. Po mos e dash zoti me qenë ti apo dikush tjetër, do më thonë ki shtet nuk funksionon për të gjithë njësoj. Prandaj për të funksionu për të gjithë njësoj, ju dini që jam marrë me blockchain e me teknologji, elektronika mo nuk ka, jam i kësoj partije, i asoj partije,
por rregullat e lojës funksionojnë për gjithë. Unë më shumë se 1 orë e gjys pres, për shkak që ka shi, me shku të shtëpia dhe çdo gjë është e bllokuar. Semaforat nuk funksionojnë, asgjë nuk funksionon. Për shkak se i kanë dalë gjëja policia e rrugore me bajt ren, po më shumë po ngarkojnë komunikacionin se so po e çlirojnë. Edhe s'ka ishte gjoja me e keqe, ka ardhë. Kush ka ardhë? Ka ardhë një qytetari Saudis. Thojnë imam i Mekës. Zoti va plotësov dëshirën dhe i ka të gjithë atyre që shkojnë Mekë, i shoh lavdesin atje dhe e shohin xhenetin atje, kurse ki që ka orë këto, i shoh lavdes sonte dhe përjeton xhenetin ton këto në Shkup. I kishin bloku gjitha rrugët kur është e bosh, gjithashtu. Për shka? Për shkak se vjen ai Gashioglu. Gashioglu, edhe kush është Gashioglu? Kush? Imami. Jo, Gashioglu. Kryetari i parlamentit që ka emrin? Gashja. Po, Gashioglu. Ato ka rritë rrëfimi ty për gashje. Gashje. Unë i du qytetarët e Shkupit, Shkupian, se më respektojnë. A i ka thonë ka me bërë shtet islamik Macedoni, me shëriat. Në ta boja këtë në ta zgjidhe problemin, qësë janë është problemin. A bëshe, a Gashioglu? Po e ki shëriatin islamik Gashioglu. Qire problemi se është. Gashioglu, me siguri të kalu imami Mekës, a? Imami Mekës të kalu. Edhe diçka ko të reqim ka po për shtypje, për nese ajo është në strug, me ndiqira, kandidati vëmëros, që i ka prish punt me kryeministrin e Maqedonisë Mickovskin. Me ndiqirën, e njef me ndiqirën? Po, që zgjatë që është. Po që zgjatë kandidati vëmëros, i pavarur, apo? Zoti për mi pranon mu thirje, ta përshe? Zot bane me ndiqirën. Që ban politikë, që si rrë? Po dhe. Unë një qëfar interverdimi së banë. Vetëm rre. It's Broken City. It's Broken City. Shire ka kjo. Ta na onë të bllokume. A mund të paramendoj mu konë kështu xheneti? Ha? Jo. Xheneti është xhenet, ka rregull Allah. Ha? Allah i ka kriju. Kishin orë sot këshe me po imamin e Mekës, e kishin bo kalon në parqe, katastrofë këtë i parku makinat në park të kalos. Nësë të vëtë islami zbanë. Pas ka be islam, ka Kuran. Ka s'kush nuk punon me Kuran, o dajka. Katastrofi kemi punë, pasha një zot. Ani me bë me kërsita është lufta me Evropën, Rusia Evropë. Ja, është Rusia i ka lidhë punë që është mirë me Kina. Po, lufta është, gati është lufta, me Evropën. Jo, s'ka lufta. Njënja, din shka më tha? Tha këto të Evropës, shtetet të Evropës, ta janë si vredi. Si vredi i këto që është Macedoni. Dhe me thonë, sa thot njëni po, tjetëri thot jo. Kur i kap Mickovski për veshi, i cilë kretë. Po nuk besoj që Evropa është si vredi. Amerika deshte sankcionet me sankcionet aprisë Rusia. Si do qoftë është hona e re. Falenderit gjithë juve që po mi shpërndoni videot e shkurta, që po abononi të kanali Zoni Shqip i Koronit, që po runi frymën e shqiptarisë, natyrshmërisë, për me shku në xhenet, se vetëm shqiptarët shkojnë në xhenet, edhe shkojnë në xhenetun naim. Xhenetun naim është xheneti më i lartë, parajsa më e lartë në botën tjetër. Dhe kush i thot vetit besimtar i sinqert në Zotin një, dhe nuk e preki dinul fitr, i thojnë natyrshmërinë, çështë ka fali lumi Zot, ti nuk jetë shafer, as nuk je kaor, po ti je besimtar dhe shkon në xhenetin më të mirë, me punë të mira, me bamirësi. Zot, po e baj një thirrje, rritet tensionin mes mendiqyrës dhe kryeministrit Maqedonisë. Rritet bane më të madh.
Dhe të mendojmë se Mendiqyra është patrioti më i madh shqiptar në Maqedoni si kandidat i VMRO-s. Ma keq ka prita me po. Ma keq para se me kërsit bomba e parë. Mone men se mi para luftës Rusi-Evropë. Jeni të morë si shaka. O, po, shumë shpejt kini me po. Mani! Paret! Këtë paret është. Ne kemi mendu që Gashioku na ban shtet islamik. Mi rrej këtë dilingjit me ka 100 kam gjeka, din? Me pru sheriatin islamik. Këto të shka vjedhin mua prej dorën, a më kupton? Ama i kish pas shef paret. Leket. Këtë këto janë ato beturinat që e kanë zhvat për para bëdina. Bilal Kasami, kryetari muslimanve të Tovës, ka qenë kandidat për deputet i BDI-s, apo? 2006. Ka qenë i punësum në Ministrinë e Ekonomisë. Bilal Kasami. Bili, Hazreti Bili. Ta këshume a ka me vëndu në i brev për vitin e ri Bilali. Hazreti Bilali. A ka me vëndu në i brev atjen të to për vitin e ri. S'po ku me respektu të tjerët shka e festojnë vitin e ri. Apo kupton, ha? Ha? Se kur të vdes qka u bo Apo e ndugjoni vetëm. To janë Moskratësia e popullit. Kjo është moskratësia. Unë këtë punë e rregulloj për 6 muaj. Mu mi dhonë votat për 6 muaj. E rregulloj. Me 2-3 ligje. S'ka daj nip. S'ka, jam me vëmëron. Vëmëron shqiptar s'ka. Po kishë edhe vëmëron musliman s'ka. Ja, e tërbesht, ha? Tërbesht. Dojt i kam në Aldinës, ha? Dojt i kam në Aldinës. Ma zëma këtë shka prida me pon këtë shkupin tem. Shqit qërë që këto të Shqipërijës nuk e din shka hekmin e këto. Edhe të Kosovës nuk e din. Ha? Jo, ta shkan me po. Ta shkan me po, ha? Inshallah vetëm Albini i merë feste njëtën. A i merë? Inshallah. Apo e ndëgjoni. Shku në boshtë o njerëzi. Që? Va. Me siguri të kalu Mickovski. Mickovski të kalu. Mickovski. Po. Së në fotografoj. Që Miki. Që Miki, Mickovski të kalu. Ose, jo. Imami Mekës. Imami Mekës të kalu. Të shkum të tufte, Hazreti Bilali. Imami Mekës. Zot, që për ato s'ka krijës e shkoj. Zot, na lehtëso këtë Ama për popullin që, për popullin ditë, na lehtëso në këtë natë. Zot, na sjell bereqete, na sjell të mira. Zot, na bashko me njerëzit mirë. Zot, na ban prej bamirësave. Amin. Ha? Amin. Se vetëm e bamirësi fitohet parajsa. Që neti në kemi ndu që kur thirë hoxha në gjami, të nga thirë zotit, që nga këshin mashtru. Me kujto që të nga thirë zotit, e shko të nga thirë hoxha. Qka nga kam bënd, të më thonë, kur kemi do në të një, kanë orë nga kanë përtit të veshi, kur imi rrit, kanë orë nga i kanë prej, kur kemi zonë dhe ditit shka, mu martu, kanë orë nga kanë kënu, edhe të nga shti mrena gjoja në vonë, dhe nga kanë rej, të nga më shu shpinës, të nga më... Hajti që nuk që është? Jo që është. Ha, që ashtu është? Masani shka nga kanë bo, masani të nga tut me se hire, apo këpton,
Adhe, jo gruja ka se hire, jo burri ka se hire, me 100 kilometre, edhe u plakëm, edhe pet kur u plakëm, kërë gishtin bëllë vjen hoxha, edhe plan me voj. Ti merr një 200 Ti merr një jo marr 200 euro. 200 euro për fukara, se këto zenginat ma shumë. Ato më shumë. Po. Ani këto zenginat me kallzu veten që e kanë punën mirë me Zotin, thirrën ja 10-15 hoxhallar na mojnë te vorri ka 2-3 orë. Tuk nuk kno ke, fol ke. Stakfirullah shka kam bo. O njerës, ju përshëndes, ju du shumë, juve që jeni me Zotin që është një, që jeni besimtar, që e keni kuptu të vërtetën, kështë do një qëli, qa ka nikit, po nuk po du më ja përmenë emrin, ma kështë morë një videon time në lidhe me German G dhe J. German G, është 3G, 3G, apo? Kemi 4G, kemi 5G, kemi 6G, 6G e ko a i shot që jem qëndrym Kryeziju, Internet Service Provider, në Prishtini kom dikon 10.000 antar. Po ku e morim vesh, trush për larët, se ko pilat e Sultan Mahmutit, qka është Germa G dhe qka është Germa J, ije, i jake, po ku mërë vesh a i qëll di me jetu, vetëm nëse vjen Serbia në Kosovë, me shku, se kur që i kemi këto, mi të rahtu ko shite vetë, edhe qatë porda që beson, e s'ka Zot, se nuk e njeh Zotin. Ju përshëndes, ju du shumë, mundësisht, bohemi bashk, të ecim për para se me kërsit bomba e parë, nëse e haforën Rusia. Normal, Rusia du të mangre e para. Aja është më e fuqishme. Po, inshallah Zot banet mundshme që Rusia të mashtrohet, që është e forta gjuja e para. Po, nëse fiton Rusia, one nuk pres, nëse jam gjallë, iki prej këtumshit. Se fiton Gashioglu, edhe Kasamoglu. Nuk kanë me pos let me shqiptarë, dhe që të pak shqiptarë që janë Macedoni. Ju përshëndes dhe ju du shumë.